Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Detektivët. Shumë shpejt do të nisi eksperimenti më i madh social në trojet shqiptare. Një eksperiment që do të zgjasë për plot 100 ditë, ndoshta edhe më shumë. E kam fjalën për Big Brother VIP Kosova. Morëm vesh që fillon në 17 nëntor 2025 dhe është përsëri në moderimin e Alaudin Hamitit dhe Jonida Vokshit. Ata u shfaqën së bashku si dy lojtar shahu, duke treguar që kjo lojë këtë herë do të jetë shumë strategjike dhe shumë e fortë. Po kush do ta bëjë këtë lojë kaq të fortë? Kush janë banorët të cilët do të bëhen pjesë? Po çmimi i madh, sa do të jetë vallë? Disa nga emrat e banorëve janë zbuluar tani më. Unë kam punuar së bashku me një ekip të ngushtë profesionistësh dhe ekspertësh për të sjellë disa emra ekskluzivisht vetëm për ju. Le të lexojmë disa prej tyre. Disa nga të dyshuarit janë Nailir Piri, Brikena, I Brodeli, Toni, Getoar, nuk e di ma është Getoar Selimi, Kushtrim Kelani, Diamant, Metor Haziri, Alba Polozhani, Sasa Hoda, Iqbale Haduti, Londrimi, Dolce Dona, Hygerta Sako, Astrid Stafa, Shkurte Haxhia dhe Benita Zena. Mos u shqetësoni nëse ju nuk njihni gjysmat e këtyre personazheve. As unë nuk i njihja deri më sot. Dy nga të dyshuarat, të cilat kanë bërë më shumë bujë, është Iqbale Haduti dhe Alba Polozhani. Iqbale, një grua e mbuluar me shami, ka kërkuar të jetojë në një dhomë veçmas. Ndoshta ajo lojën do ta bëj me Wi-Fi ose me Bluetooth. Ndërkohë nga ana tjetër, kemi Alba Polozhani. Pasi dha e mori besën në fermën VIP, ajo i drejtohet trojeve të Kosovës për të gjetur besa të tjera dhe për ta kapur këtë besë në shtrat me vajza të tjera. Por, me zbulimin e emrave, të shumë kanë qenë ata komentues të cilët kanë shprehur qëndrimet dhe mendimet e tyre të ftohta. Le të lexojmë disa prej tyre. Unë.00 thot: hajtë se janë të e kurdis planet qysh tash, e din kush fiton, nuk ju besoj më. Chat GBT thot: Ani, zdip se po e bajnë aq sekret e të madhe. Thuti po e zbulojnë ai univers. 50% e publikut kanë harruar edhe kush ka qenë fituesi vitit kalum tek ta. B.Ari thot: si jeni ju për Big Brother? B.Stone thot: nëse hyn Mentor Haziri, keni mu pak tu kesh me të. është show men jashta që është këngëtar. Për ata që e njohin nga afër, e din që ka me dhez ekstrem, nëse rrin ashtu qysh është në jetën private. Kazimi Jerëm thot: s'ka mo as si Luizi, as si Gjesti. Genta: se kanë gjetë fitusin hala. Pra, shumë këta ekspert kanë dhënë mendimet e tyre. Disa nuk ju intereson fare Big Brotheri, e disa të tjerë mendojnë që kjo është një lojë e skriptuar. E deri në momentin që do të fillojë e gjithë kjo lojë dhe ky eksperiment social, ne do të mbetemi në pritje. Por mos harroni, ne jemi duke punuar ditë e natë për të sjellë vetëm gjëra ekskluzive tek ju. Dhe së bashku, ne do të shihemi në një moment të dytë, në një mister akoma dhe më të errët. Deri atëherë, qëndroni të sigurt.